Endri Prifti është nga këngëtarët më të dashur të publikut. Ato që e njohin nga afër e dinë se Endri është një njeri me zemër të mirë, kavalier dhe që nuk prish qef. Së fundmi, ai duket tejet i lumtur në krah të partneres së tij, gazetares Ola Bruko. Çifti së bashku menaxhon një biznes, ku përveç ushqimit të shijshëm, Endri kënaq vizitorët edhe me muzikën e tij. Por duket se pas buzëqeshjes në skenë, fshihet një jetë plot brenga e këngëtarit. Historia e jetës së tij duket sikur përsëritet. Ajo që po përjeton ai me të birin, më herët e ka përjetuar me baban e tij. Endri tha se është rritur pa baba, edhe në rrugë ku shiheshin nuk flisnin. Unë babain tim nuk e kam parë asnjëherë, vetëm në rrugë më ka ndodhur ta shoh rastësisht. Kështu ishte jeta. Kur kaluan shumë vite, u takuam në një dasëm. Do donim ta takonim, por kaluan shumë vite dhe ai nuk kishte më forcë për të na takuar e për të na folur, edhe pse na kishte fëmijët e tij. U pam, por nuk folëm. Kështu ndodhi, por unë them, të falur janë të gjithë. Duket se kjo dhimbje u rikthye përsëri këngëtarit, pasi ai kishte më shumë se 3 vite që nuk ishte takuar e nuk ishte folur me djalin e tij të vogël. Endri tha: "Kam 2 djem. Kisha 3 vite që nuk e kisha takuar djalin e vogël. Tani e takova, fiks pas 3 vitesh. Kur nuk e shikoja djalin e vogël, më dukej vetja bosh. Unë mendova se kjo pritje nuk do të kishte fund, por mbeta i shtangur kur pashti mbir në derë që vetëm më tha: "Bab, më ka marrë malli për ty." Më iku truri fare në momentin që dëgjova këto fjalë nga goja e tij. Nuk ka gjë më të bukur se sa të jesh afër fëmijëve. Unë kam guximin t'i kërkoj falje fëmijëve për çdo gjë të nxituar ose të gabuar që mund të kem bërë. Gjithsesi, pas një mungese të gjatë, sot e ndjej se shpirti im është plot, kam afër 2 djemtë e mi.